Me ardhjen e pranverës, në Elbasan janë shtuar rastet e pacientëve të cilët paraqiten në spitale me simptoma alergjie. Mjekja alergologe pranë poliklinikës së specialiteteve në Elbasan, Gerta Sinani, teksa rendit faktorët që ndikojnë në shfaqjen e alergjive, thotë se më të prekur janë fëmijët dhe të rinjt. Sëmundjet alergjike të stinës janë 3 më kryesore, është astma bronkiale alergjike, riniti alergjik dhe konjunktiviti alergjik. Janë sëmundje që gjatë periudhës së pranverës, ato rëndohen si rezultat i alergjive stinore. Sëmundjet alergjike jo vetëm në Elbasan, por në të gjithë Shqipërinë dhe në të gjithë botën janë në rritje sipër. Moshat e alergjive janë kryesisht moshat e reja. Faktor pastaj ka plot. Është ambienti i ndotur, janë faktorët gjenetik që ndikojnë, jetesa që ne bëjmë. Mjekja alergologe ndan disa këshilla se si mund të përballohen më lehtë alergjitë e stinës. Të shmangin pikun e ekspozimit nga alergenët që është nga ora 12 deri nga ora 2-3 mbasdite. Të përdorin syze dielli, të qëndrojnë në mjedise me ajër të kondicionuar, të përdorin filtra të përshtatshëm për alergenët. Pastaj, nëse këto nuk funksionojnë, të vinë te mjeku specialist për të marrë mjekim adekuat për sëmundjen që ato kanë. Ndër të tjera, mjekja thotë se diagnostikimi i hershëm i alergjisë është shumë i rëndësishëm për pacientin, pasi një alergji e pa diagnostikuar në kohë mund të ketë pasoja më të rënda për shëndetin.